Gjën e para ju vëllezër, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Më të vërtet atë që Allahu Azza wa Jall e udhëzon e që kanë nënkopton, ai i cili udhëzohet në rrugën e drejtë, nuk ka mundësi me deviju pse e ka kuptuar Kur'anin dhe Sunetin. Atë që Allahu Azza wa Jall nuk e udhëzon, sot dush mi fol atij por Islam Zoti s'është e desh, pse se ka kuptuar, nuk e ka kuptuar Kur'anin dhe Sunetin. Udhëzimi është në dorën e Allahut. Mos udhëzimi prapë është në dorën e Allahut. Unë dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka të adoruar më të drejtë përveç Allahut. Dhe dëshmoj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O i vëllezër, e këshilloj veten tëm edhe juve të njëjtën gjë me të njëjtin këshill, që të kemi frikën e Allahut kudo që të jemi. O i vëllezër, po e çeli këtë hutbe me ajet koranor. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Thot Allahu Azza wa Jall tregon gjendjen e profetit ton, që është ankuar dhe do të ankohet kodel para Allahut Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Më vërtet Allah tregon për të dërguarin duke thonë, e pejgamberi juv kur del para Zotit do të thotë: Zoti jam, më të vërtet populli jam, ummeti jam, e ka lënë anash këtë Kur'an. Subhanallah. Hapi vesh dhe ndëgjë. Pejgamberi po ankohet dhe do të ankohet për ummetin e tij, që do e lën ummeti i tij këtë Kur'an për asgjë, do e lën anash mehjura, do të harrohet Kur'ani. Secili prej neve le ta shtin në zemër këtë ajet. Sa e lexojmë fjalën e Allahut, sa e ndëgjojmë fjalën e Zotit, sa jetojmë me Kur'an, qysh po na shkojmë momentet e çastet jetës tonë dhe kohës tonë me Kur'an, a jemi duke e ndëgjuar Kur'anin? Në kirrin ton, a shlan Kur'an apo muzikë? Në kirrin ton, a shlan diçka tjetër apo Kur'an? Në punë ku i të punu, a shlan Kur'an apo shka shlan? Në shtëpi gratë tona çka janë të nejt, a shlujnë Kur'an apo shka bojnë? Në telefonin ton, kur e hap, a ndëgjan, shka shikon dhe shka ndëgjan, a ndëgjohet Kur'ani, a shikohet Kur'ani, leximi dhe a ndëgjohet Kur'ani me mirëqenjen tonë, trupin ton. E gjithë këta hinë në këtë ajet që do të ankohet profeti jonë që ky Kur'an do të lidh anash nga ana e kojna ummetit të tij. Dhakara al-ulama anna min anwa'i hajar al-Qur'an hajar al-istima'u ilay. Subhanallah, ka përmend në tefsirin e këtij ajetit që ulemat kanë thënë, prej llojeve të largimit të Kur'anit është edhe lloji i mosdëgjimit të tij. Kur ti nuk e ndëgjon Kur'anin në kirrin ton, si të e dish Kur'anin, i të lën anash Kur'anin. Kur ti e lën Kur'anin në punën tonë se ndëgjon muzikë, e lën anash Kur'anin. Kur ti në shtëpinë tënde e shën e ndëgjon, e shën gruan tonë, familjen, çikën, djalin, duke ndëgjuar muzikë dhe nuk ja përcjell atyre me thonë ndëgja Kur'an, ti duke lën anash Kur'anin. E ulemat në këtë ajet kanë thonë hen edhe ata të cilët nuk e ndëgjojnë Kur'anin. Me këtë ajet o vëllezër e kuptojmë këta. Mrena ditës tonë, sa herë ti ke ndëgjuar Kur'an? Në dita, sa herë mrena ditës je duke ndëgjuar Kur'an? Në kohën tonë, çastet e tua, a je duke ndëgjuar Kur'an? Valla jam punë, jam këtu, jam atje. Sa për ndëgjan të Kur'anin? Pastaj, është e domosdoshme për këtij ajeti, është e domosdoshme për ty që mos kalon dita pa ndëgjuar Kur'an. O, Rabbi Allahut, dita me kalu, qaj përveç të tua, pse si ke ndëgju Kur'anin? Derisa mos bëmi që me hi në këtë ajet, që pejgamberi po thot, ummeti jam ka me lënë anash Kur'anin. Al-istima'u al-Qur'an lahu atharun adhim. O jo, Rabb të Allahut, më të vërtetë ndëgjimi i Kur'anit ka ndikim të madh shumë. Ndëgjimi i Kur'anit në trupat ton, në jetën ton, në çastet ton, në kohën ton ka ndikim shumë të madh. Derisa i shëran edhe trupat e njerëzve, derisa i shëran edhe shpirtat e njerëzve. Kush? Kur'ani. Ibn Taymija thot, e kom pat një smundje dhe nuk u mujt me e shëru atë smundje me mjekët e asaj kohe. Thot vallah, kom shku thot në Mekë, kom lexu Kur'an dhe kom pi ujë Zemzem, kur aja smuje mos mu ka paraqit.
Shiko njerëz që janë smut, dëshmoj me gjuhët e tyre dhe trupin e tyre se qysh ata janë shëru përmes Koranit. Dëgjimi i Koranit ka ndikim, o ju vëllezër, belëm ulemat ka përmend duke thonë kështu, dëgjuesi i Koranit aq shumë ka ndikim të madh, më shumë se sa lexuesi. Allahu Akbar. A dini pse më shumë se sa lexuesi? Pse lexuesi i Koranit kur ta lexon Koranin, Korani ka rregulla. Do të më avon presën, pikën, zonin, zbukurimin, mosgabimin, edhe ai nuk mediton ndoshta as shumë që është përkushtu në leximin e rrjedhtë të tij. Ndërsa dëgjuesi kur e ndëgjon ju kënaqet zemra. Pse ai nuk është duke lexu, ai është duke medituar me ndëgjimin e tij. Për ta ulema ka thonë, ndëgjimi i Koranit ka ndikim të madh në jetën e besimtarit. O ju vëllezër, Abdullah ibn Mesudi na tregon. Ky hadith ka në Buhari dhe Muslim. Abdullah ibn Mesudi na tregon thotë një ditë pejgamberi po më thirr. O Abdullah, hajde këtu. Prandaj pejgamberi më thirr. Punë e madhe është me thirr pejgamberi, shokët e tij i thirr. Hajde këtu. Kur ul Abdullahu, tregon Abdullahu duke thotë që pejgamberi më ka thonë mu lexonë Kur'an. Kur e kanë dëgjuar Abdullah ibn Mesudi, ta'ajjaba. Është çudit mëre, çish më të lexuar në Kur'an? Pastaj ka thonë, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." O i dërguari i Allahut, çish më ty më të lexuar Kur'an kurse Kur'ani u zbrit, ty tu ka zbrit. Është çudit, kush? Abdullah ibn Mesudi, kush më ja lexuar Kur'anin? Abdullah, kuna ju ka zbrit? Pejgamberi pe lyj për Abdullah, po thot lexonom Kur'an. Pastaj pejgamberi po i thot, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri." O Abdullah, un kam qef me ndëgju Kur'anin për dikujt tjetër. O Rabbi Allahut, hapi vesh mirë, i dërguami Zotit, mbi 7 qiell i zgjedhur, nuk ka njeri më të mirë tek Allah se sa pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam. E çka po thot atë? Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Unë du me ndëgju Kur'anin për dikujt tjetër. E ti, e one, kur e kemi ndëgju Kur'anin? Pejgamberi Allahut për ndëgjan Kur'anin. Po thot lexo po kam qef me ndëgju. Në transmetim tjetër ka thonë inni ashtahi asma'u min ghayri. Po ma lyp shpyrti, po e kam qef se shpyrti po ma lyp. Sa dëshan muslimanin kër muzikën, ma knaqë shpyrtin. Qërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edukon shpirtin e tij. Po thot po ma dan shpirti, ta edukaj shpirtin me çka? Me ndëgjimin e Koranit. Pastaj Abdullah ka fillu duke lexu për sutun Nisa derisa arriti te kejfe idha ji'na min kulli ummetin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Vazhdai Abdullah ibn Mesudi me lexu kët ajet, tha e çysh do të jetë gjendja e atij profetit që ka më dëshmu për ummetin e tij. Kur ndëgjai pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam këto ajete, ja boni Abdullahit hasbuk, mjaftan. Abdullah i thot, fa nadhartu fa idha aynahu tadrida. Thot e shikova fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sytë e tij vazhdonën duke rrjedh lot. Shikoj o Rabb të Allah. Po ndëgjan pejgamberi jon për një sahabit Kur'an dhe në ato çaste momente syt po i letojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dy syt e tij pishkajt për ndëgjimit Kur'anit. A thu val, sa ajete na e kemi ndëgju mrena ditës. A thu val, sa na ndëgjojmë Kur'an në punën tonë, në jetën tonë, në shtëpinë tonë, në kerrin tonë që na jetojmë në mënyrë të lloj-llojshëm. Pejgamberi Allahut po ka qef me ndëgju Kur'anin dhe ndëgjimi i tij vazhdoi duke çajtur syt e tij lëtuan kur ndëgjuan fjalën e Allahut. Rasulullah më i diturin në Kur'an po ndëgjon Kur'anin. Rasulullah më i miri në lexim po ndëgjon Kur'anin. Rasulullah po ndëgjon Kur'anin, po e don dhe po ndëgjon Kur'anin. Rasulullah shpirtin po edukon me Kur'anin, subhanallah. Rasulullah po çon për Kur'anin. E Rasulullah i përsërita këta fjallë, Rasulullah i dërguami i Allahut po ndëgjon Kur'anin. Kur ai ka pat nevojë për zemrën e tij dhe trupin e tij, ku jemi na që s'kemi nevojë për me ndëgju fjalën e Allahut? O ju rob të Allahut, keni frikën e Allahut.
Mos i qeni dritarët e juve, kerrat e juve, dritarët e juve, shtëpiat e juve, mund dëgju muzika, lën dëgjohet Kur'ani. Se vallaj do të him këtë ajet që do të ankohet i dërgumi unë për neve që e kimi lan anash Kur'anin. Dhe ashtu të thanëm, prej anash Kur'anit që njeriu e lan është mos ndëgjimi i Kur'anit. Ndëgjani, o ju rob të Allahit Kur'an. Ka në jetën e sahabëve për Ebu Musa al-Ash'ari, i cili kur ka hi tek Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu, kale Umar lehu, Umeri ka thonë ati, da thonë Ebu Musa al-Ash'ari kur ka hi të Umeri shka ka qenë prisi muslimanve, kur ka hi në mbretërin, në prisin e muslimanve, Umeri ka ul afre i ka thonë, Dhekirna Rabbena fejekra Ebu Musa fejebki Umar, i ka thonë, o Ebu Musa, lexo Kur'an, kujtana Zotin ton. Ebu Musa lexojke, ndërsa Umeri kajke. Pris i muslimanve, pris khalife i profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po e shtin sahabijun me lexu Kur'an dhe ai po çan duke ndëgju Kur'anin. O ju lëzër, me këtë tregim themi kështu, sa herë ti ki qajt për Allah në Azogel, lotë të tu për ndëgjimin e Koranit. A i shkon që a muzik, bajtuse, mi ka qitë sot latë, a i mjeri ti, a me qita për ik mërzina, a me qita për letana, mësaje zemrën tane dhe sëtë tu me letu me fjallën e Allahut Azogel dhe qysh kanë qenë të parë tonë. O ju lëzër, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë dol natën duke ecna për Medinë. Një natë duke ecna për Medinë, duke kalu shtëpi pas shtëpie. Dhe për një shtëpies ndëgjai një lexim Koranit shumë mirë. Duke ecë, o ju besimtar të Allahut, natën duke ecë Pejgamberi, po kalan na për shtëpiat e muslimanëve. Po ndëgjan një shtëpi për shtëpiat e muslimanëve, aq mirë të lexu Kur'anin, unal Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unal me ndëgju fjalën e Allahut azza wa jall. Ndëgjaj dhe i e kryti ky sahabi. Të nesër të taku ky Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me atë sahabi i cili lexojke në shtëpinë e tij dhe i tha kështu: "Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Po i that Ebu Musa ka qenë, Ebu Musa al-Ash'ari ky sahabi, ka thonë Ebu Musa, ta ka thonë Zoti një za për zamit kojna Davudit. E zani Davudit që shka qenë, një melodi e ti me 70 melodi u shpërcjell. Para mëndaje, një melodi e ti, za i ti që është shlu, 70 melodi ka ndru. Subhanallah, e Pejgamberi po e përgazan këtë sahabi. Pastaj sahabi po thot: "O i dërguari i Allahit, po sikur ta kisha ditë që ti të më dëgju mu, edhe më shumë e kishe e shu Kur'anin." Çore Pejgamberi i Allahut po nalet me ndëgju Kur'an. Sa të natë që ta në xhami ja s'moj me nejt, khod me ndëgju hoxhan, ja ajete sen, atë xhek dalmi. Sa të na i shohim, e shën nalet, shumë muzikë e mirë që e kish pa çatje. O ndëgjan e Kur'anin, o ju besimtar, o ju rob të Allahut, Pejgamberi i Allahut, natën, është natë, deri sa ky sahabi e ka kry namazin, Pejgamberi ka ndëgju Kur'anin. Subhanallah. O ju vëllezër, Jubeir ibn Mut'im e ka ndëgju Pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke lexu surën Tur në namazin e akshamit. Dhe ky nuk ka qenë musliman, po tregon çush ka i në Islam ky Jubeiri ibn Mut'im. S'ka qenë musliman, po tregon çush ka i në Islam me një ajet. Thatë e kum dëgju Pejgamberin ton, duke lexu Kur'an pi surën Tur në namazin e akshamit. Pastaj thatë ky sahabi: "Kada qalbi an yutira." Thatë pasha Zotin, dhe zemra më ka dal pi venit. Kur e ka ndëgju fjalën e Allahut, zemra mi dal pi venit sahabi. Pastaj shka thot ky sahabi: "Wa dhalika awwala ma waqara al-iman fi qalbi." Është gjëja e parë që kum dëgju, gjën e parë ka godit në zemrën tim imani për minër. Sa prej neve ndëgjojmë fjalën e Allahut dhe na godet fjala e Zotit në zemër. S'na godet as pak, a dini pse ju vëllezër? Pse ndëgjojmë Kur'an se kemi mësuar me ndëgju zemrën me Kur'an. Shiko çu ka qenë sahabët, ka i në Islam me një ajet, është ndiku në Islam me një ajet.
Allah na bëjë që zemrat tona me qenë prej atyre që në vërtet ndikon për ndëgjimit të Kur'anit. O ju vëllezër, Allah azza wa jall përshkruan në Kur'an sahabët duke thonë: Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yukhirruna lil adqani sujjadan. Allah të regan për sahabët para sa ata me i në Islam, dhe atyre kur ju atyre që ishin pasus të librave, dhe më thonë kanë qenë jahudi dhe krishter, apo min qablihi, dhe thonë para se mi arë shpalla, kur i ka ardhë, o idha yutla alehim, kur i ka arë shpalla pe Amerit, dhe sahabët e kanë dëgju para se mi Islam, ju khirrune lil adqani sujjadan, ka ranë sejsh dhe ftyrat e tëve. Këtu sahabët kanë qenë, kështu të kanë qenë sahabët, kur e kanë dëgju fjallën Allahit para se mi në Islam, i kanë ranë sejsh dhe Zotit, pastaj kanë në Islam. Edhe mushrikët, edhe ajet kuranor ka për mushrikët, qysh ata ju në të bu dhe duke ndëgju fjallën e Allahit, ka po ndikim në zemrat e tyre. O ju musliman, fjallë Allahit ka ndikim në zemrat e muslimanve dhe në zemrat e qafirave. Ndikim ka Kurani. A thu val, qysh për jetojmë na pa ndëgjimin e Kuranit? Na shkojnë orë të tëra, na shkojnë dit, pun, e kështu të mërav, për ndëgju fjallën e Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, ndëgjimi i Kuranit afrohesh tek mëshira e Allah dhe falja e Allahut. Allahu thot në Kur'an: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun." Dhe kur të lexohet Kur'ani, fastami'u lahu, ndëgjane ata, wansitu dhe heshni la'allakum turhamun, nëse dani me qenë të mëshirun nga ana e Allahut. Shiko Allah çka po na porosit. Ndëgjane fjalën e Allahut. Kur ta ndëgjani jo me ndëgju fjalën e Allahut dhe me fol. Ndëgjane dhe hesht, ndëgjane me vëmendje. La'allakum turhamun, keni me qenë të mëshirun të falur nga ana e Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, me të vërtetë ndëgjimi i Kuranit e shton imanin. Me shka da me shtu imanin, kallzam, me shka da me shtu imanin. Vallahu s'po ma dan namazin, vallahu s'po ma dan këta, s'po ma dan këta. E me shka me ta shtu imanin? Sa ndi më i miri që ta shtan imanin është fjala Allahut, thot Allahu në Kur'an: "Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana." Dhe të atyre besimtare, innamal mu'minun, me vërtet ata që janë besimtar, çka janë për ta? Kur ti zot atyre ajetet e Zotit, zadatuhum imana, aty ju shtot imani. Fjala Allahut kur ndëgjohet, kur te ndëgjon, ta shton imanin. O ju vëllezër, o ju vëllezër, me të vërtet ndëgjimi i Kur'anit na ban që neve të jem të udhëzum në Islam. Allahu në Kur'an thot: "Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Me të vërtet ky Kur'an i udhëzon njerëzit për në rrugën më të drejtë dhe më të mirë. Kur'ani, ndëgjimi i Kur'anit të udhëzon në rrugën e drejtë.